Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë plot shëndet dhe mbarësi. Nuk është e lehtë të përmbledhësh në faqet e një libri historinë e një martiri, i një martiri të demokracisë, i një patrioti të frymëzuar nga ideale demokratike. Ndocjakova ishte martiri që u nda nga jeta në moshën 25 vjeçare, por që jetoi në kujtimin e një biri, të një vëllai, të një qytetari, sepse mori bekimin e të gjithëve, sepse vazhdoi idealin e tij, gjë që e tregoi deri në fund të jetës. Megjithëse shumë i ri, aktiviteti i tij ishte mjaft i gjanë, aktivitet patriotik që lidhet me hershmërinë, por edhe aktivitet letrar, gjë që rrit për masat e tij si një personalitet i cili duhet kujtuar dhe duhet nderuar në shumë anë. Dëshmi e kësaj veprimtarie është ky libër i botuar së fundmi dhe i titulluar Dëshmi për jetën e një martiri, Ndocjakova, i përgatitur për botim nga nipi i tij Andrea Jakova dhe i botuar nga Biblioteka Zonja e Shkodrës. Sot unë kam ftuar në studio zotin Andrea Jakova, mirëmëngjes, Nadia mirë se erdhët, dhe dy redaktorët e këtij libri, zotin Gjovalin Çuni dhe zotin Majid Cungu. Mirë se erdhët. Faleminderit. Ju falenderoj që pranuat ftesën time dhe më vjen mirë që Mirëmëngjes Shkodër sot i drejtohet historisë, i drejtohet një figure i cili meriton të nderohet dhe natyrisht edhe gjatë promovimit të bërë para pak ditësh tërhoqi një vëmendje dhe interes të veçantë. Andrea ka qenë axha juaj. Ndoshta nuk e di se si keni pas një mesazh, një peng, një merak, një amanet për ta realizuar një botim të tillë që Ndocjakova të jeti përjetësuar edhe në faqet e këtij libri. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe zotënive, sikur si e përmend, që janë bashkuesat me mua për të paraqit pak a shumë idenë e realizimit të projekti ose të botimit të këtij libri, më mirë me thënë. Ka një impenim personal, moral dhe personal, sepse në dokumentacion që zotënoshim në shtëpi ishin bërë disa evenimente përkujtimore dhe u disponoshin disa materiale që ishin shkruar nga bashkosit e tij për figurën e tij në kohën e demokracisë. Po, të gjitha në kohën e demokracisë, po, vitet 93, 4, 5, ndoshta edhe më vonë. Dhe kishin një dosje. Po vitet ato dhe vitori i vrasjes tij. Dhe që të rëmë në shkurti fillim vitit. Atër të kërë më dhe mu me zëni Gjovalin, dhe me Domlash Palajn, për një aktivitet përkujtimor, i cili më nu me ba në një tavolin për më latë, pas biseduse. Po ishte bë disa herë dhe kishte met në atët nivele e tavolinës, dhe pas taj nuk ishte përqut, nuk ishte pas një orë më tepër. Po me kënë si figura ekzistote. Me kënë si figura ti, dhe më thënë, për mu, kishte vlerë në kuptimi, sepse që ishtë në moshën e re, a ishte drejtuesi i Këshillit përgjithësi. Që 17 vjeç. Jam dhe në të përgjithësi kishte marrë nga autoritetet e saj kohë dhe drejtorët e shoqatës ishin përshpej. Ma vonë futet në organizatat e zetet e nënori, të cilat hapin një redaksi, Zani i Ri ishte para si pas dëshmitarëve të saj kohë dhe pjesëmarrësve direkt. Ishte para revistën fashiste. Ishte antar i kolegjit të Botus. Vazhdon mendim me shkrimin e tij në Rrezja Dric e Diellit. Dhe vazhdon me shkrimin e tij te komuna. Pra vazhdoi me një aktivitet letrar, me një formim i cili lidhet më vonë me ardhin e luftës së dytë, vazhdon me politikën. Që organizatat e zetet nënori ishte shumë dinamik, merr pjesë aktive. Tërsi ishte problemi a me erru
po me kujtu. Edhe në promovim Zoja Bordha e hodhi viti valla mulleti, sepse ajo ka 3 shkrime në librat e saj dhimje e kujtoj edhe njëri ti është për nanën e në Zagov si e ka jetu një tjetër është edhe në Muks që ka një fëmijë 10-11 vjeç. Po. Dhe ka fsjell dhe në kujtime të një. Ka jetu me gjyshin dhe një dhomë. Dhe shumë herë më kujtojtë dhe me këtë që u do para pak kohësh me jetë dhe nuk ishte ai që do të dëshmote drejt për drejt. Është dhe kujtime të Bardha, kujtime të për gratë, Lucina Seko i cila vare në filmi e ti. Dhe ka qëndron gjithmonë besnike deri në fund të jetës. Dhe ishin disa në momente që edhe zëtë një kanë shtu me thamë, më në libër, se kam me pas ma vlerë. Dhe atëherë, me dhova që të gjitha këto fragmente që ishin në libra, në revista, editoriale, gazeta, shkrimet nërshme, përkujtimore të nërshme, atëherë këta më nëshë që të hopin vlerën e tyre në qose nuk marrin vlerë historike, në qose këta nuk rreshtohen në një formë tillë dhe marrin një strukturë që tregojnë fizionominë dhe bindet e tij, në çështë nga fëminia deri në rritjen e tij, formimin e tij dhe debutimin e tij si person atyre pak po thojmë në momenteve letrare edhe politike të asaj kohë. Por bindet i ka pas shumë sakta, idetë i ka pas shumë sakta, formimin, besimin e ka përdorur për ato, ka pas një besim të patunën, dhe feja dhe atëherë kanë motivi i gjitha palëve për mi dalë zatë vendit vetë. Dhe besoj që në ata vendimi, atë që ta ju parë, ka marrë bekimin e gjithve, pa marrësisht se si ka shkujet ati në fund, dhe gjitha kanë lërsu, sepse kur njërë jetën edhe bjenë për bindet e veta, ka një vlerë të veçantë. Diku në parathania ju jeni shprehur në dosjen e Timeti, baba ju e ndjerë Česk Jakopa, një njeri i nderuar, një muzikant, një instrumentist, gjeta në dosje disa prej këtyre shkrimeve. Ndoshta është edhe do të thosha një dëshirë, një amanet i heshtur që kjo figurë të merte për masat e dura. Figura ekzistote. Kërkohet vetëm thjesht impenjimin për me marrë, me strukturu figurën dhe me pru se si ka evolu figura e tij në vite. Kjo ishte që thashta përpara, ndoshta mate kishte filluar një gjatë tillë, ndoshta më kishte lënë një bazë, me cilën unë mundshëm do të vazhdoshe me punu. Atëherë gjitha shumë materiale tjera, përveç saj, ajo ishte bazë kryesore, por gjitha shumë materiale tjera në librat e Bardha Mulletit, sikur se thash, në librat e Konrad Xholet, në librat e Pjetër Armnorit, në librat ose editorialet e Nuk Sams, shumë tjera, Lish Guarkuçi ishte regjisor i operës. Madje një ekstrakt i një romani, siç është shkrimi i Marcel Hillës. Allaj, po ishte ka kënë draf libër, ja kam marrë si draf libër, por unë nuk arrita kohë me realizu dhe Marceli më dhe botoj para. Keni realizuar dhe një dokumentar të vogël, të shkurtër, i cili lidhet pikërisht me figurën e Ndoc Jakovës dhe mbi ecurinë e tij. Por gjithmonë, ajo që është e rëndësishme, do të thënë fotografia, kur shkrimin e pasionon me fotografi dhe më thënë ke ilustru, ke thënë dhe 1000 fjalë tjera, sepse ajo dëshmon, është vetë fotografia dëshmitare e asaj kohë, flet vetë dhe përcjell më tepër aktivitetin e tij. Kalojmë në studio regjia. Zoti Giovalini e përqafoj me një herë sepse është botim i Bibliotekës Zonja e Shkodrës, apo jo? Biblioteka Zonja e Shkodrës natyrshëm që është një bibliotekë e re, nuk mund të them që është bibliotekë, po i thamon kryesore e Shkodrës, por gjithsesi është një bibliotekë plotësuese në vargun e bibliotekave që i ka Shkodra, dhe fatmirësisht unë theksoj gjithmonë që Shkodra ka një pasuri shumë të madhe, që janë bibliotekat njëra më mirë se tjetra kur i thonë. E veçanta e kësaj biblioteka është që krahas të qenit si biblioteka është edhe shtëpi botuese, pra me fjalë tashmë ne jemi një ent botues. Kryesisht libra që i botojmë ne ose enti Biblioteka Zoja e Shkodrës janë të karakterit historik, karakterit dokumentarit tjerë.
I tillë është edhe libri për cilën e po flasim, Nocjakova, dëshmi për një jetën e një martiri. Ba me pa kështu në titull, janë dy gjana, po i thamun, të natyrshëm që bashkanjiten njëra me tjetrën. E para është Nocjakova, me fjalë hell ky soj libri, që mund ta quaj një antologji historike, hell dëshmi për jetën e një njeriu, po jetën e një njeriu shumë aktiv I cili në 25 vjet u mor me shumë fusha kur e thonë asaj punë. Dhe libri është I ndarë në 7 kapitull, s'ke është të gabim. Dhe në këto 7 kapitull janë një jetë intensive e një Shumë intensive. Një jetë intensive, një jetë kushtu vetes në radhë parë, kushtu shoqënisë, kushtu familjes e tjerë. Nuk duhet harrojmë që bëhet fjalë për një nga pjesëtarët e familjes Jakova, për arsye sepse aty edhe pjesëtarë tjerë, siç ishte Det Jakova, është një njeri shumë në fushën e fotografisë. Pra nga natyrshëm që ka është kapitull mbeti, jo vetëm në historinë familjare, por edhe në historinë e Shqipërisë, po kështu edhe I ati I Andreas Qesku. I njeri të tonë, njerë tashmo. Pra me fjalë ky libër plotson figurën e Nocjakovës. Por edhe të familjes. Po, edhe të familjes. Por nga ana tjetër është edhe pjesa, po e themon, pjesa plotësuese, që është dëshmi. Dhe lind pyetja, kush dëshmoi dhe pse dëshmoi? Ba me pa se kush dëshmoi. Ndoshta të shpërflet paksa Zotni Maxhiti. Kanë dëshmu njerëz, po e themon më të shur të komunitetit qytetar, njerëz të cilët me fjalë ditën të përballojnë vujtjen, ditën të jetojnë për idealet e tyre dhe shumë e rëndësishme është tashmë dëshmia. Andaja me këtë rast jo vetëm ka bë, po I them një gest human, një gest që përjeton një figurë ti personale, por në anë tjetër I ka dhënë një dëshmi të personalitetit të një njeriu. Po kujt ja ka dhënë këtë dëshmi? Dhe unë kam qef me citu kardinal Mikel Kulicin, I cili ishte, po I thamon, shok I Nocjakovës dhe me cilën kardinal Kulici ndante, po I thamon, problemet e muzikës. Pra arsye sepse ishin pjesëtar të kardinal Kulici kishte kryer korin Skola Kantoro, por një ndër pjesëtarët aktiv të këtij kori ishte edhe Nocjakova. Pra me dhe me çfarë diapazon vërmëtariet ka Nocjakova nga një njëri I cili I kishte të theksuar njënjat nacionaliste dhe që këto njënjat nacionaliste I shpreh më së miri kudo gjatë gjithë vërmëtaristit, deri tek muzika, deri tek letërsia, për arsye sepse ai kalon edhe vepra të shkruara, poezi, melodrama, shkruar gabim. 6 melodrama. Dhe kardinal Kulici thot, Nocjakovën dëshiroj me paraqit rinisë. Si një shembull I shkëlqyeshëm. Por kësi aktivistash të dhënën me mish e me shpirt, mas idealit të fesë e të dhëv, ka nevoj rinia e joj. Pra, s'ka gja më të bukur, se kjo thanje këti njërit meqëm, a kupton që me fjalë, paka shumë simbolizon esencën e këtij libri. Sintetizon. Ky person, 25 vjeç, natyrshëm që u vra dhe nuk ka një vend varrimit. Ka vetëm një gur si kujtesë. Nësa me këtë libër nipi I tij e ka përjetësu. Jeton ende gjallë. Në kujtime. Zoti Maxhit, së bashku me zotin Gjevalini, jeni redaktor të këtij libri. Keni mbledhur materiale, I keni parë në këtë vështrime të cilat e plotësojnë figurën e Nocjakovës dhe natyrisht I keni
formëzuar në kapituj të ndryshëm të këtij libri. Në çfarë vështrime është parë kjo figurë? Atëherë së pari, libri është një botim me karakter studimor, dokumentar. Ai është në kufinë midis një monografie dhe një përmbledhje studimore. Vjen si një përpjekje për të rikrijuar një figurë nëpërmjet komenteve, analizave, studimeve të autorëve të ndryshëm, kryesisht shkodran. Në fakt, unë kam njek domethënë procesin e përgatitjes së këtij librit, Andrej Jakovën, sepse ai si thush shuhet për koleksionist, edhe kjo ndoshta ishte libri i parë që vjen në përpjekje për të rindërtuar këtë figurë me materiale të pasuna dokumentare që i kishte, edhe me fotografi, me dokumentat të ndryshme familjare. Dhe ndoshta ka një nxitje, si thonë, miqësore edhe jemi edhe Gjivalinit për ta organizuar, si thosh, për të përgatitur. Po puna që ju thot përpara për organizimin e rubrika etj, si mani përket Andres, është si thosh një angazhim totaliti për këtë. Ne kemi bërë redaktimin dhe kemi ndihmuar në procesin, si thosh, edhe të detajimeve të ndryshme për të bërë një strukturim sa më të plotë, sa më të mirë dhe sa më të këndshëm për lexuesit. Saktë. Si ti qëndrojnë kohësh. Natyrisht, përgjegjësia si redaktor është e madhe, parasysh që kena të bëjmë me kanë vështrime të ndryshme, me si thosh njerëz të ndryshëm që vinë nga po thonë ato mikroambiente të ndryshme. Nuk është se kena ndryshuar në thelb, si thosh, mendimin e tyre, por kemi organizuar në atë formë që sasmani paraqitet lexuesve si një botim që them që do të qëndrojnë kohës. Për ata që po na ndjekin, do të kisha dashur me u ndal paksa në disa momente kyçe të jetës së Ndots Jakovës. Aty ku ai u farktua si një personalitet në rritje, disa nga kontributet e tij, siç është qasja ndaj problemeve që kalon vendi, qoftë edhe pushtimit fashist, ku edhe burgose, më pas reagimet e tij dhe lufta për nacionalizëm dhe patriotizmi i tij, dhe natyrisht edhe ana letrare. Çfarë mund të thonë për këtë? Për fillim. Pastaj më një zotëni. Duke e filluar, sikur se thamë përpara, angazhimi i tij që shëninin pasi marrën ose ashtë në shkollën e mesme. Ka kërë gjimnazin në Vraçeskan. Mund të kalojmë edhe tek filmi regjia, tek dokumentari, po. Dhe fillon fraktohet ideja e nacionalizmi në shërbim për çdo diçka në shërbim të ato, sepse ato po kalon një krizë, po kalon në një moment jashtëzakonisht. Dhe po të thojmë, po shohim aty parë figurën që ishte, ai kishte këtë një dashuri, sepse po në 38-ën, para se me pushtu vendi, shkru një vjash, kërtu dëshmorëve të kombit, dëshmorët ato, Zef Arapi e tjerë që japin jetën, dhe është në revistën Rrezja e Dillit, e viteve 38. Kjo e ushqen më tepër me atë njëjë dhe dashurisë. Unë e kam thënë në fillim, s'ka mundësi që ajo vjen si rezultat, sepse në rrugën ku ne jetojmë, ka qenë shtëpia e shoqatës për alfabetin. Aty ka pas, edhe klerik, po ka pas edhe civil, të cilët kanë marrë momentin më të kulmor, atë të bashkëveprimit me alfabetin e Stambollit dhe kanë bashku shqiptarët. Pra ndoshta ata janë gjëra që reflektojnë inkonjeti, duke i pas afër, t'japin idenë edhe dëshirës dhe këta njerëzit motivohen, marrin një bazë, marrin një frymëzim. Ato dhe ky frymëzim ka vazhduar me ndjek, bashkëpunoj edhe shokët e tij që kanë vepruar në rrethin e veprimit shënspëror për ai, ose ato që ka vazhduar me organizatën e Zetë Tanori, që ishte një organizatë komplet nacionaliste. Ma vola u bë pjesë e ballit kombëtar. Po kanë marrë pjesë në demonstrata që është në vitin 41. Pra flasim me 28 nënor të 41-shit është burgos. Të thonë të momente të vështira, edhe pse thot i likshtum, se na fitoshim 28 nënorin ata burgosët. Thot Zoti ma dha thot forcën për me qëndru, për flamurin dhe për atë.
Pra këta janë disa momente që të bajnë me ose vetë drama që ka shkru, që ishte në një për flamurtarin e vogël, e cilin e përmendi edhe zoti Çoba ku ishte në promovim se kishte shkru muzikën e tij. Por edhe Vllavrasja janë 6 melodrama, të cilat i ka komentu profesor Kolet Shefa. Edhe disa gjëra të tjera që bajnë me dyshu që në atë kohë domethënë ka pas një veprim jashtëzakonisht madh, ose është angazhuar në jetën politike shoqërore për me marrë kontributin e tij bashkë me krahas shokëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët nuk e kanë ndëruar dhe s'kan pranuar me pas, sidomos kur janë fy prej veprimeve që ka bërë Gordiniano, i cili racën tonë nuk e ka konsideruar sikur sa është racë moderne, racë perëndimore, por në atë kontekst më është vepru në kundërshtim me të dhe kanë bërë një demonstrat ku të gjitha palët janë mbledh dhe këtë e paraqet në libër Marian Skanjeti, një Marian Skanjetit, se i tilla kanë vetë, e i përfshim si student dhe të gjitha forcat kanë bashkëpunuar në atë kohë dhe kanë realizuar atë lloj demonstratet ku era harikisht dhe Vasukadia. Ka një demonstrat tjetër më vonë prap në vitin 83 kur vritet Kaçinari. E tjerë në momentet kulminante që më ne vazhdojnë. Por ajo që kjo është pjesa e luftës, mara lufta më është pjesë tjetër. Por ajo që e dallon në kulmin e aktivitetit të tij është pikërisht ai mosdurim për të bërë pjesë shumë çkaje që politika i paraprillu me Vllavrasjen me melodramën që shkruaj dhe Vllavrasja ishte pajtim. Pra, në koment që bëhet fjalë për pajtim dhe për parim vendit. Është për mendimin tim është figura e një triut ose një njeriu ose edhe një qytetari të danë në shenjë. Pra, është një figurë që është shumë planshe dhe duhet njekur. Natyrshëm përmendi Andrea, në radhë parë ai është njëri, kur i thonë asaj punë, është një nacionalist, për arsye sepse në momentet kryesore të zhvillimit të ngjarjeve, po i thamë në historinë e qytetit Shkodrës, ai është gjithmonë aktiv. Për shembull, është firmtar i një letre kundër Gordinianos që e përmendi Andrea. Në anë tjetër, unë kam qenë vetëm të shkëpus nga artikulli i Marian Skanjetit, vetëm një pasazh për të tregu personalitetin e njerëzve të tjerë me të cilët bashkëpunoi Mosjakova. Pra, janë njerëz të shqumë, familje të shqume, nacionaliste të cilët në momentet të caktuara përpiqen me dhënë kontributin e tyre në mbrojtje të dhot dhe në mbrojtje, po i thamon edhe të vlerave atletare. Ja për shembull që shkruan Marian Skanjeti. Me 17 shkurt është puna përgatitore për demonstratën e 22 shkurtit të vitit 1942. Me 17 shkurt Noc Çoba provokon Noc Çoba, një tjetër personalitet, provokon një mbledhje në shtëpinë e tij në Gjuhadol. Me këtë zotërit në rrugë. Pra po përgatiteshin për demonstrat. Hafiz Alitari, Pader Gjon Shllaku, Xhemal Najpi, Zef Pali dhe Mosjakova. Ishin ftuar edhe Riza Doni e profesor Koljakova. Një gjithë përfshirje e një qytetarie shkodrane. E një qytetarie shkodrane e cila merrte masa për të organizuar një demonstrat kundër italianëve. Në ana tjetër, Mosjakova është edhe një njeri, po i thamon që lufton për të drejtën, lufton për një lloj shoqënie demokratike ku fjalat zojnë vend, por krahas kësaj është edhe një njeri që përpiqet të luftojë kundër diktaturave dhe nuk pranon diktatura. Ky është edhe ajo akti final që natyrisht e definon si martir të demokracisë.
dhe më thënë, dëshira për të ndërtu një rënd, po e thamon të ashtu, një rënd demokratik. Dhe kjo ban që ai të sakrifikoj edhe vetë vetin. Pa, vetëm është një idealiste, një e dëshirës për një shoqëni të drejtë tjera që... Si pasqyrohet pikërisht në këtë libër ajo ecuria finale e tij? Natyrisht, se thosh, është tema disit merr Simon me anën politike, sepse kjo është shumë rëndësishme, qëndrimi politik edhe qëndrimi Simon janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit, për një vendimmarrje, se thosh, pavarësisht kohës që fati kishte caktuar Shqipënisë. Por libri ka një hedhje shumë këndvështrime edhe nga formimi i tij intelektual, edhe nga formimi i tij si letarar. Ne kemi artikuj Kolet Qes, për shkak që i bën një analizë letrare të gjithë veprat e tija, melodramave, poezive, dhe kjo është pjesa ndoshta Simon tjetër rëndësishme e jetës së Mosjakovës. Natyrisht ka vetë shumë autorë të tjerë që flasin për plane të ndryshme. Është Ahmet Bushati për shembull, që e ka njoftë më afër dhe flet si thotë për momente kyçe, momente shumë interesante të jetës së tij. Është Adnan Muka, si thamë, si e përmend më parë, Kardinal Mikel Kulisi, Zef Staku, është Zef Pali, Rushdi Roi, i cili ka qenë, si thosh, edhe politikisht shumë afër, një organizat, Mentor Çuku, të cilët hedhin një perspektivë, si thosh, shumë interesante për figurën e tij. Natyrisht, libri e pasionon librin edhe pjesë letrare të tija, si thosh, që tregojnë formimin e tij. Natyrisht në këtë moshë është shumë, si thosh, të rritë janë ndjeshëm ndaj poezisë, dhe poezitë e tija janë rreslanse. A më lejoni të lexoj disa vargje? Patjetër. Era e zymylave hapet kopshtijeve, e tretet hijeve, parzma ty lëshue. Zani i bylbylave shpërthen mes dëgemave, e ngullet zemrave tuaj amëlsue. Knojnë bylbylat, fladojnë zymbylat, një gjyrë plot hieshi mlon të bukurën i liri. Gëzohu kombi shqiptaris, i shqiptaris të lume, që në truell të liris themelet ketë vume. Trahtar, 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 kush mohon kombin shqiptar. Mjaftë e bukur. Mjaftë e bukur. Në këtë vëllim, Andrea shkujdes që të ketë edhe disa, po e thëmon disa artikuj edhe për agjën e tij, për Prekjakovën, edhe ka sjell dy shkrime, besoj apo tre, të Isa Alibalit, të Zef Zorbës, të cilët flasin Marcel Hills, edhe të Marcel Hills, të cilët flasin jo vetëm për jetën e Mosjakovës, por flasin edhe për krijimtarinë, për veprimtarinë e Prekjakovës, dhe sidomos në ato vite kur ai ishte në mal. Në ato vite kur ishte në mal, dhe sidomos për organizimin e, po i thamun, veprimit paraskenik ose europaristik, Juda Magabe. Me regjitë e Zef Zorbës. Po. Në anë tjetër, shkrimi i Zef Zorbës. po, shkrimi është i Zef Zorbës. Në anë tjetër duhet theksu që Mosjakova ishte edhe antar i ballit kombëtar, po. Dhe mos harrojmë që balli kombëtar ka pasur edhe një dekalog. Dhe dekalogu i këtij ballit kombëtar fillon të qysh me flamurin për Shqipëninë etnike të pavarur, për një Shqipëni të rregulluar nga ana demokratike dhe ekonomike, dhe ishte idealist i këtyre parimeve për cilët me fjalë luftoi deri në fund të jetës së tij. Dhe vim tek akti final, i cili është për ata që e kanë transmetuar është shumë i veçantë. Ai vritet, por afër tij ndodhet një njeri i shërbesës, një njeri që nuk do të harrohet bashkë me ta. Sigur se ata nuk e dyroj diktaturën, ishte parashikuar me kënë pjesë e formacioneve që të shkoheshin në Kosovë. Dhe nuk pranoi një gjë të tillë, sepse ai kishte shkruar një vit përpara, ose atë vit në 44-shin. Arrestohet,
duke të kërkojnë ndihmit nuk kishin për çka ta akuzoshin. Atëherë e organizojnë thotë me bashkë me shokët tuaj do të organizohesh në shtëpi dhe shkohesh në Kosovë. Kjo ishte ajo që ai nuk e pranoi, sepse u dukte sigur kjo lloj aleance nuk funksiononte për të mirën e vendit. Dhe dolin mal. Aty bashkohet me figura të tjera, të cilat ishin rezistencë, dhe njëri ta kanë edhe në momentin që kur ai plagoset, besimi i tij Zoti ja shpërbleu dhe i solli një person një mështar që ishte dhe i kreu shërbim në vitet e fundit. Dhe kjo është ajo besimi i tij, si më thonë, e mori atë bekimin, sepse ajo që ishte mundësia Dobel Fanstraski mund të largohet, unë kam ndjek atë ngjarjen në vendare ku janë ndoshta ishte në pamje, ai mund të largohet dhe bosh me tjerë. Por ai qëndroi si shok. Qëndroi si mik, qëndroi si misionar. Qëndroi përballë Lunds, kur ato u bata Lund, ai qëndroi të rezistoi përballë Lunds. Qëndroi për me kryer detyrën e tij, mikun e tij, rikthesë po gjerman. Por ka ardhur një nacionalitet. Misionar ka ardhur si i angazhuar në shtrin, si ushtarak, po ne ka kalu ato lok apo misionar disa. Si ka përjetuar? Sot është shejt i kish I Si ka përjetuar familja pikërisht këtë ikje dhe si ka jetuar familja të paktën deri në vitet 90 kur ndroi shumë çka më pas pikërisht kujtimin e djalit të saj. Unë më tepër është fol shumë, nuk ka fol shumë, por në moment të caktuar do të thonë gjyqja ime e nxjerrën patë. Ose kur niti vetë nevoja ajo shifta atje. U lutte për të, u lutte që ai tani moti, kur ajo kishte ndonjë problem ose ndonjë shqetësim. Dhe dy muaj kena pas në shtëpi fotografinë e tij një flamur. Që e rute shumë me shumë konservatorizëm, në ishin gjënë të shajta për të nuk u prekshin. Dhe gjithmonë i konservote me një, dhe ishte ajo që gjithë të alizet e ranor, po thëmë, kishte parashikote që flamurit vendose të dera shtëpisë, sepse e ka bu djallit, në kujtimin e tij. Kujtimi i tij. Vazhdo të kujtimin e tij në të formë, në saj, të marrë mundësive. Familja, e ka po baba jem dhe hoxha jem për detja kova që se ko kënë kënë burgë. Kënë vujtë burgën. Hoxha tjetër ka kënë izolum. Gjyshe të izolum. E diftan ardan nuk në 10 vjeç, 11 vjeç në librin e tij dhe kujtimin e tij dhe kur nalte në rrugë mi tregote. Kështu personalisht. E diftan e tregon dhe ata përsekutim që ka marrë feju me ti Justina Sekuj. Shumë për të gjitha këta, por ndoshta ajo, po thojmë në aftësia e madhe e Arsprek për me pas nevojën e tij për muzikën. Ndoshta ajo disi ka minimizuar atë. Rikuperu në një farë mënyrë aktivizimin e familjes. Por gjithmonë ajo ka marrë përsipër ai disa shumë gjëra dhe ka dhënë atë kontributin e tij. Por gjithsesi asnjëherë nuk ka pas informacion, asnjëherë nuk ka pas ndonjë deri në vitet e demokracisë. Kena mundu me shku me gjet, por nuk ka kena pa mujtë, sepse nuk ka pas informacione, nuk ka dokumentacion. Pra vazhdojmë me pas, nuk ka indicie, por njerëzit kanë kalu shumë kohë, kanë kalu njerëzit duke janë dy breza që janë rrugë. Ata që dini për mkujeve të dhënave të tjerëve, ose ka diçka ka erozion, janë prej pyjet, kanë vit shumë gjëra, nuk është pa mujtë, sepse imagjinoj në shkurt të 46 nuk ka pretenduar për bërë një diçka të rregullt. Ata mund t'jenë bërë formalitetet shumë shpejta dhe nuk e di se si. Unë mendoj që ky libër ashtu si shkruan edhe Dom Blash Pala, që është një prej po i thamon bashkëautorëve të këtij libri, por në anën tjetër edhe ai që me fjalë nxiti botimin e këtij librit, ky libër është një moment reflektimit. Është një çast reflektimit për çka? Është një çast reflektimit në radhë parë
për moralin, është një çështje reflektimit për një poet, është një çështje reflektimit për një artist, është një çështje reflektimit për një besimtar, dhe është një çështje reflektimit për një martir që ra për të plotsu, po e thamon atë besimin që kishte të patunur në nacionalizëm, në dashurinë për njerëzit, për fe, për atë dhe e të tjerë. Prandaj unë quaj moment të reflektimit të këtë. Unë do të bëj një pas të pyetjes që bëhet për momentin final të jetës së Masjakovës, dhe në artikuj që kontekstualizon kohën, si më kanë edhe rrethanat, është Marcellina, i cili jep dhe një paracitje historike të asaj kohe, duke qenë se edhe ka punuar në organet e institucioneve sekretariate të komunizmit, dhe që jep atë moment historik kur, si thush, lufta pomaronte dhe përbëheshin gati ato lëvizje të mëdha, domethënë që sot bile kemi në media shumë të pranishëm të çështjen e masakrës Tivarit. Pra ishte pak a shumë ky kontekst historik kur përgatiteshin që elementë shqiptar të dërgoheshin atje për të bindë kosovar për bërë këtë lëvizje, dhe ishte, si thush, një akt sa human as patriotik kjo vendimi si morri ai për të mos ju bindë këtij urdhnit apo kësaj lëvizje. Ai e devijoi rrugën. Natyrisht, kjo ka shkaqe të ndryshme, si është shkaktuar, thotë mas mjeritura në Butka. Domthonë ishte një rrjedhojë historike ndoshta pashmangshme, por që janë element adhetar, qytetar, të cilët, siç Nosjakova, por edhe shumë tjerë, të cilët ju kundërvun në forma të ndryshme dhe paguën me jetën e tyre. Pra, këtu është pak a shumë edhe pse është libri i pasur është pikërisht se ka, si thush, ka ndërshtrime të ndryshme të figurës Nosjakovës, edhe përgjithësime pastaj për edhe elemente të tjerë patriotik të vendit. Po. Ky libër ka një impakt, po e them mjaft madh, ose rëndësia e këtij librit u pa edhe në promovimin e këtij librit, ku në një sallë kemi disa foto regjia. Po, në një sallë të moshur plot ishin të janë fotot. Po. Këtu është kompozitori. Këtu është kompozitori Zefçoba, që ka kompozuar mi vargjet e Nosjakovës, Melodrama flamurtare i vogël. Melodrama flamurtare i vogël dhe përjetësim shumë i bukur. Flamurtare i Jeris. Ishte një diçka krejt e veçantë. Ishte në ana tjetër edhe një pasurim i dëshmi e shtume. Një dëshmi e shtume për aktivitetin e Nosjakovës, por më njëherë libri gjeti jehon dhe kjo u po edhe nga po e thamon nga interesimi i për ta marrë librin. Për ta marrë librin dhe për ta lexuar. Kjo tregon që puna e bëme në Andrea dhe gjithë ju, gjithë grupi, natyrisht. Natyrisht dhe rezultatin e saj qysh në takimin e parë. Unë mendoj që ky libër përsëri do zgjoj interesin për ta pas lexuesin në dorë, për arsye sepse është një libër që jo vetëm flet për një figurë, por nga ana tjetër është një libër që shpreh edhe njësitë e shumë vetëve të cilët e kanë shkruar këtë libër. Ky libër tregon. Ky libër është histori. Ky libër është pjesë e Shkodrës. Ky libër i drejtohet një njeriu i cili la gjurmë. Me gjithë jetën e tij të re, ai dha një kontribut shumë të madh për patriotizmin, por edhe shprehi hapësirën e tij intelektuale në të gjitha pjesëmarrjet dhe aktivitetin e tij. S'keni bërë gjë tjetër, veç se keni ringjall, e keni sjell, dhe unë mendoj që kjo të jetë një vazhdimsi e interesimit të tij edhe për brezat. Natyrisht rinia, më të rinjt duhet ta marrin për të njohur më mirë të shkumen, për të njohur më mirë qytetin, historinë dhe figurat të tilla të drejtuna. Edhe diçka të vogël, duhet të falenderoj edhe Flavia Libalej. Po, Flavia ke punuar shumë bukur. Ka bërë kopertinën dhe jam shumë mirëse. Shumë mirëse punë saj, sepse më ka dhënë një variant që unë do të kish pata çef që të ishte kështu.
Dhe në fund edhe shpinë botuese. Po tjetër thash në fillim shpinë botuese. Thash bibliotekën. Shtëpia botuese. Është bibliotekë. Fishta. Ja, fal. Po, është e vërtetë, shpinë botuese nuk e përmenda. Kujtoa se endi botues. Qofshin të nderuar, por i përjetshëm qoftë kujtimi dhe nderimi i martirit të demokracisë, Docja Kova. Ju falenderoj. Faleminderit.